Kish shkru një pasanik në Turqi, masi që kish vdek, kish thonë djemëve të vetë, lexoma një qëtë letër momentin kur të vdes. I kish thonë qëtane, masi të më varros një e qilë një qëtë letër. Mirë po thuni hoxhës qëtë emanet që pjo thamë, thuni baba e ka pas i nati mja hek qarapt, kur t'ja lanë gjenazën, mos ja hik qarapt. U bo, zarfir mos i qilni, zarfir masit më shtinë në vorë. U bo, e marin, u vorros baba. Para se mu vorros pjalan gjenazin, i thanë hoxha Feni, baba na e kalon një emanet, nëse ka mundësi mos mja hek qarapt. E ka pas marak qarapt, ka thonë bare me qarapt që kënë atë dynja. Hoxha i thot tja, e veti, unë gjenazin jem të la, qëfa qarapt këtë duhet mu konë, që shkali prej nonës, zbën, edhe ja hek qarapt. Pishkrun letra e këti, mas i ka vdek, e vorrosën pa qarapt. Pe qelin letrën, po thot baba, e vlat, unë e bana ju mos e bani. Dashta mi u kalzu që në dynja hoxha s'ka me milion edhe qarap mi marë, le më malin që se lash. Mjeri unë i mjeri që shkova pa namaz. Mjeri unë i mjeri që shkova pa e kontrolu malin që e honga. Mjeri unë i mjeri që shkova me jedhnim të Allah Gjellëshan, atë Allah jem nisë. Gjdo moment jemi në rrugë drejt Allah Ta'ala. Lumë për atë që ban pun që e gëzën Allah, që me të pritë Allah i me gëzim. Mjerë për atë që ban pun që i dhënën Allahun Gjelle Gjelal. Sendi i parë që është penges në rrugën e lumëtëris është shirku, me i dhënu qëtë Allah. Allah i të ka kriju, e ti me shku në për tyrve me lyp prej të vdekve, që është shirk, qëtë prej dinit.